preliminare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Lëvizja vetëvendosje ka arritjen më të madhe me 49.3% të votave, ose 429.979 vota, 7% më shumë krahasuar me zgjedhjet e nëntëshkurtit, pa i llogaritur votat nga diaspora, votat me kusht dhe ato të personave me nevoja të veçanta. Ky rezultat ja mundson asaj ta krijoj qeverinë e vetme me komunitetet jo shumicë jo serbe. Në vendin e dytë renditet PDK-ja me 21.1%, derisa rënjen më të madhe ka psuar Lidhja Demokratike duke rënë nën 14%. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, mbështetur në rezultatet preliminare, ka arritur të kaloj pragun zgjedhor me 5.68% ose 49.571 vota. Nisma Socialdemokrate nuk ka arritur ta çojë pragun, duke mbetur nën të me vetëm 1.72% të votave. Zëdhënësi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valmir Elezi ka sqaruar afatet kohore sa i përket përfundimit të procesit të verifikimit të rezultateve dhe numërimit të votave për deputet në qendrat komunale të numërimit. Në një konferencë për media, ai tha se varet nga dinamika e punës që zhvillohet në çdo qendër komunale të numërimit. Elezi tha se nëse nuk përfundon numërimi votave deri më 31 janar në ora 12, atëherë puna do të vazhdoj me 1 janar në ora 16. Zëdhënësi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valmir Elezi ka dhënë detaje lidhur me procesin e verifikimit të rezultateve dhe numërimin e votave për deputet në qendrat komunale të numërimit. Ai ka sqaruar se afatet për përfundimin e këtij procesi varen nga dinamika e punës në secilën qendër, duke theksuar se jo të gjitha qendrat kanë numër të madh votash dhe disa mund të përfundojnë më vonë për shkak të festave. E para, sa i përket do të thotë kohës së saj duhet KQZ-s për të përfunduar verifikimin e rezultateve dhe numërimin e votave të kandidatëve për deputet. Kjo varet nga dinamika e punës që zhvillohet në çdo qendër komunale të numërimit. Secila prej tyre ka natyrisht jo të gjitha ka numër të madh të kutive të votimit, sepse kjo varion varësisht nga lista e votuesve dhe numri vendvotimeve që kanë qenë të hapura në një komunë të caktuar. Natyrisht se komuna e Prishtinës, Prizrenit apo Ferizaj janë ndër komunat më të mëdha të vendit që sigurisht procesi i verifikimit dhe numërimit zgjat më shumë se sa në komuna ku ka pasur vetëm 10 vendvotime. Elezi foli edhe për procesin e tërheqjes së pakove me fletvotim jashtë Kosovës, duke thënë se ato do tërhiqen deri më 2 janar ose deri më 5 janar nëse postat nuk punojnë për shkak të festave. Sa i përket procesit të tërheqjes së pakove me fletvotime nga votimi jashtë Kosovës, duke pasur parasysh që jemi në kohë festash, në bazë të një plani të miratuar nga ana e KQZ-s, tërheqja nga kutitë postare do të bëhet deri më datën 2 janar. Dhe në rastet kur në shtetet të ndryshme mund të ndodhë që të ketë festë dhe nuk punojnë kutitë postat e atij vendi, atëherë tërheqja do të bëhet në ditën pasuese të punës që i bie deri më datën 5 janar. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve siguron se ky proces do të zhvillohet në mënyrë transparente me monitorim të plot nga vëzhguesit për të garantuar besueshmërinë e rezultateve për qytetarët dhe institucionet e vendit. Pas fitores bindëse në zgjedhjet e djeshme, Albin Kurtin e përgëzuan krerë të shteteve në rajon, por edhe kryetar partish e diplomat ndërkombëtar. Kryeministri shqiptar Edi Rama kërkon që mandati konfirmuar i Kurtit të kthehet në sukses e mbarësi për Kosovën. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka uruar Albin Kurtin për fitoren në zgjedhjet e parakohshme të mbajtura të dielën në Kosovë. Ai ka thënë se uron që mandati i ri do të kthehet në mbarësi për Kosovën dhe marrëdhënie vllazërore mes 2 shteteve. Edhe presidenti i Shqipërisë Bajram Begaj ka uruar Albin Kurtin për fitoren në zgjedhjet e së dielës.
Urime Kosovë, Urime Albin Kurti, qytetarët e Kosovës shprehën vullnetin e tyre demokratik për institucionet të reja që do të qeverisin vendin. Uroj dhe besoj që kjo vot të shndërrohet në përgjegjësi institucionale për t'i dhënë Kosovës dhe qytetarëve të saj një të ardhme të begat, të drejtë dhe evropiane, ka shkruar Begaj në Facebook. Kryetari i Partisë Shqiptare në Maqedoninë e Veriut, Bashkimi Demokratik për Integrim, Ali Ahmeti, ka uruar lëvizjen Vetëvendosje dhe Albin Kurtin për fitoren në zgjedhjet e parakoshme në Kosovë të mbajtura të dielën. Në një postim në Facebook, Ahmeti ka thënë se Kosova ka nevojë për stabilitet, zhvillim dhe vizion të qartë shtetëror. Ai tha se dëshiron që Kosova të ecë përpara dhe t'i forcojë aleancat me SBA-n dhe Bashkimin Evropian. Kurti është uruar po ashtu edhe nga koalicioni shqiptar Vlen në Maqedoni të Veriut. Raportuesi për Kosovën në Parlamentin Evropian, Riho Teras, ka thënë se rezultati i zgjedhjeve të parakoshme në Kosovë duhet t'jap fund blokadës politike që i ka kushtuar vendit miliona euro nga fondet e Bashkimit Evropian. Rezultatet e zgjedhjeve të Kosovës duhet t'japin fund blokadës politike që i ka kushtuar vendit miliona euro të fondeve të BE-s. Kryeministri Albin Kurti tash ka një mandat të qartë dhe një përgjegjësi për të qeverisur në mënyrë më pragmatike, ka shkruar Teras në platformën X. Ambasadori Gjerman në Kosovë, Rainer Rudolf, ka uruar qytetarët e Kosovës për zhvillimin e zgjedhjeve të qeta dhe demokratike. Në një postim në rrjetin social Blue Sky, ai ka shprehur gatishmërinë për bashkëpunim me institucionet e reja që do të dalin nga zgjedhjet e 28 dhjetorit. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Bedri Hamza, ka thënë se partia dhe ai kanë pritur rezultat më të mirë dhe se PDK si duhet rezultat më i mirë. Megjithë këtë, në konferencën për media, Hamza ka theksuar se PDK-ja ka arritur ta ruajë votën dhe elektoratin e vet. Ai ka thënë se pozitat që mban në parti i ka përgjegjësitë e veta dhe se ai nuk do të fshihet pas tyre. Ka theksuar se do të organizojë takime me strukturat e partisë dhe vendimet do t'i marrë në kohë. E uroj fituesin, lëvizjen Vetëvendosje dhe zotin Kurti për fitoren. Sigurisht, Partia Demokratike e Kosovës ka prit rezultat më të mirë, unë kam prit rezultat më të mirë. I nevojitet tjetër rezultat Partisë Demokratike të Kosovës, po Partia Demokratike e Kosovës ka rrit me rujt votën e vet, me rujt elektoratin e vet. Pozita i ka edhe përgjegjësi të veta. Kur jem pozit ki edhe përgjegjësi, sigurisht se unë nuk jem prej atyne që iku edhe fshef në mas përgjegjësive. Gjithçka që është në interes dhe në dobi të Kosovës, Partia Demokratike jep kontributin e vet. Sa i përket marrëveshjeve ndërkombëtare, edhe kalurëm i kemi votuar marrëveshje ndërkombëtare. Gjitha ato që janë dobi edhe në interes të Kosovës e qytetarët të Kosovës. Sa i përket çështjes së presidentit, unë e kam thënë që është proces i ndarë, unë pres fillimisht më konstituku vendi, me u formu qeveria, me vazhdu puna dhe kur vje koha e presidentit, besoj që ka mundësi me u gjetë formul qysh më zgjidh presidenti edhe mos më bloku vendi. Analisti politik Lutfi Bilali vlerëson se rezultati i zgjedhjeve të së dielës e ka hapur rrugën për formimin e qeverisë së re, por është skeptik se mund të tejkalohet edhe sfida për zgjedhjen e presidentit të ri. Sipas tij, institucionet e reja duhet të formohen sa më shpejt përmes një bashkëpunimi midis partive politike. Ka qenë një rezultat që mund të them deri dikun hajde ta quaj kështu është pritur, nga se ky rezultat tregon që opozita ka nevojë të reformohet thellësisht dhe mendoj që për formimin e institucioneve tani është vetëm e hapur rruga për krijimin e qeverisë. Do jetë problematike pastaj çështja pak a shumë me marrësit për zgjedhjen e presidentit ose presidentes, por mendoj që do të gjendet një konsenzus, sepse për ndryshe, po që se shkaktohen prapë zgjedhje, mendoj që vetëm mund të rritet rezultati për partinë fituese këtë rast VV. Dhe mendoj që duhet të gjendet një rrugëdalje. Ka nevojë që nga sot opozita të
reformatizohet komplet 360 shkallë. Si ke pa rezultatin e partive të tjera? Për shembull të LDK-s, e cila ka ulje nga zgjedhjet e nënshkurtit dhe nisma e cila se kalon pragun. Është një fiasko. Mendoj që nuk e di sa do mendojnë. Nuk bëhet partia me rreth edhe interesat ngushta. Dhe mendoj që edhe PDK-ja, edhe pse kanë deri diku këtu kanë bet, po më duket që humb një deputet. Dhe mendoj që ka nevojë, nëse edhe besoj që do kthehen edhe ish lider të cilët gjykojnë padrejtisht në Hallgard, atyre mund ta konsolidoj, mund ta them, jo vetëm PDK-n, por edhe gjithë opozitën. Përndryshe mendoj humb se këtyre zgjedhjeve është LDK-ja, e cila ka psuar, mund të them, një ramje dhe ka rritur në atë pikun rikthimin, mund të them, e Nistenitit, vitin 2021. Mendoj që ky rezultat është për reflektim, dhe po që se dëshirojnë të arrijnë atu ku duhet rrënjësisht partitë opozitare të bëjnë ndryshime. Mendoj që është koha e fundit që kjo sjellje e tillë e opozitës tregon që kemi nevojë për ndryshime rrënjësore, sidomos atyre kadrovike. Dhe kjo mendoj që nëse reflektojnë partitë opozitare, atëherë në të ardhmen brenda 4 viteve mund ta kenë, mendoj që një konsolidim e cila mund të bëjë rezistencë dhe rivalitet partisë fituese. Një subjekt me një përqindje që doli e para në këto zgjedhje, si presni jo që të sillet lideri i saj karshi obligimeve që ka në krijimin e institucioneve fillimisht, por edhe obligimeve ndërkombëtare? Mendoj që gjandet në momentumin më të, mund të them, është një fitore jashtëzakonisht e madhe tyre, por obligimet dhe përgjegjësitë mendoj që e bëjnë pak a shumë të ndërgjegjshëm dhe përgjegjësitë do jenë të mëdha. Do shohim shumë shpejt që presioni apo mund të them gjithë ato obligime që vijnë, sidomos rreth bisedimeve Kosovë-Serbi, por edhe procesit të integrimeve në politikën e jashtme do jetë një detyrë dhe një barë e rëndë. Besoj që në këtë rast VV-ja do të tenton, besoj të sjellë një kualitet, duke di sa ka kualitete për brenda, por besoj që është një përgjegjësi. Nuk do thotë që fitoria çdo herë është edhe mollë e ëmbël. Nga se përgjegjësitë bile në atë pikun më të lartë ku ti është rreziku më i madh është, nga se nuk i ma kujt të lësh përgjegjësi apo fajtor për çdo proces ose detyra që kemi për shtetin tonë. Drejtori menaxhuesi i trustit pensional Adrian Zalli dhe kryesuesi i bordit Emanuel Bajra kanë folur për rënjen e tregjeve financiare pas tarifave të presidentit Trump, strategjinë afatgjatë të investimeve, uljen e tarifave dhe menaxhimin e qëndrueshëm të aseteve të kontribuesve. Zalli ka folur për rënjen e tregjeve gjatë muajit prill. Ndarja e rreziqeve për portfolio sipas grupit moshave të njëjtë. Do të thonë dikush mund të marrë më shumë rrezik për shkak të moshës më të re, është më gjatë në institucion, kurse ata që ofër pensionimit për ta rrezikshmëri është gati zero. Tregjet financiare janë historikisht ose nga natyra të paparashikueshme. Do të thonë del një tarif e paparashikuar edhe natyrisht tregjet reagojnë kundrejt asaj që reaguan më i shkurt mars. Mirë, po mandej me kalimin e kohës kur shikon me fat gjatë, natyrisht gjithmonë, edhe kjo është, si më thonë, strategjia jonë investuese. Ne nuk investojmë, thonë, për vitin pasues. Strategjia jonë është strategjike, në sens që është 5 vite tutje, nëse shikoni edhe strategjinë që e kemi të publikuar në përfaqe, është diçka që e kemi të sistemuar si të tillë. Nëse keni vrejt tarifat tek tarifat, për shembull, kemi reduktim të tarifave, rritje të aseteve, reduktim të tarifave edhe performancë të mirë. Do të thonë është një kombinim që është dash bukur punë më bë. Duhet luftu inflacionin, duhet luftu pasigurinë, duhet luftu gjithsesi edhe atë sensin që kontributdhënësi kosovar meriton më mirë më shumë. Edhe unë po besoj që në pozicion tarifa investuese për shembull janë në 0.30%, përderisa operacionale 0.047%. Do të thonë historikisht më të ulta që kanë ekzistuar ndonjëherë. Guvernatori i Bankës Qendrore të Kosovës, Ahmet Ismaili, ka bërë të ditur se ekonomia e Kosovës
pritet të mbyllë vitin me rritje prej 3.9%, ndërsa inflacioni pritet të jetë rreth 3.8%. Sa i përket inflacionit, ai ka thënë se zbutja pritet të vazhdojë në vitin 2026, kur inflacioni parashikohet të jetë rreth 3.4%, ndërsa ka deklaruar se rritja e çmimeve këtë vit është nxitur kryesisht nga ushqimi në përputhje me trendet rajonale dhe evropiane. Sipas të dhënave deri në muajin tetor, inflacioni në Kosovë ishte 3.6%, ndërsa pritet që të mbyllet viti me rreth 3.8%. Për vitin 2026 ne presim që inflacioni të zbutet në 3.4%. Rritja e inflacionit u nxit kryesisht nga rritja e çmimeve të ushqimit, po që janë gjithashtu në linjë me dinamikat rajonale dhe evropiane. Shifet që në vitin 2025 ka pasur një zgjerim edhe më të tjeshëm të bilancit në kuptimin e deficitit, nga 5% e GDP-s në 7% e GDP-s. Kjo gjithashtu ka ndjekur një farë trendi, nëse shikojmë nga viti 2020, një trend i cili megjithatë paraqet një vështirësive tona strukturore të ekonomisë. Pra, ende zhvillimi ngadalë i eksportit, përkundër që siç e shihni më vonë, ka zhvillime pozitive në disa prej sektorëve, veçanërisht sektorin e shërbimeve. Këtu paraqitet sa ka qenë prezenca dhe sa është sot në institucionet financiare në 4 komunat më veriore të vendit. Kjo veçanërisht për të qenë linjë me zotimin që ne kemi pas për shtrirjen e institucioneve financiare në vendet ku nuk kanë qenë të mirë të mbuluara ose kanë qenë pak të mbuluara me shërbime financiare. Pra nga 4 banka sot janë 12 banka, 12 degë bankare prezente, që janë 3 fish, nga 2 mikrofinanca në 3, nga 1 kompani sigurimit në 4, nga 10 jo banka në 31. Me një fjalë numri nga 17 ka kaluar në 30. Nëse Prokurori Aleksandër Lumezi ka refuzuar propozimin për të marrë mandatin e zovendës kryeprokurorit të shtetit. Në një email drejtuar ushtruesit të detyrës së kryeprokurorit të shtetit, Lumezi ka falenderuar për besimin dhe propozimin për një mandat 4 vjeçar, duke theksuar se vlerëson larg këtë mundësi. Megjithatë, ai ka bërë të ditur se pas një shqyrtimi të kujdesshëm të përgjegjësive dhe angazhimeve që kërkon kjo pozit, ka vendosur të mos e pranoj detyrën për shkak të angazhimeve të tij aktuale profesionale. Sipas tij, puna si prokuror në zyrën e kryeprokurorit të shtetit dhe angazhimi në Komisionin për vlerësimin e performancës së prokurorëve në të gjitha nivelët e bëjnë të pamundur marrjen e këtij mandati në këtë fazë. Lumezi ka shprehur keqardhje për refuzimin e propozimit, duke falenderuar edhe një herë për vlerësimin e treguar ndaj tij. Në njërën nga shtëpizat në Prishtinë, qendra për mbrojtjen e grave dhe fëmijëve po promovon punime dore të cilat vetë se janë unike, ato janë zë i forcës, shpresës dhe qëndrueshmërisë së grave që i mbjetuan dhunës në familje. Qendra për mbrojtjen e grave dhe fëmijëve është strehimore cila strehon viktimat e dhunës në familje me nivele të ndryshme të rrezikshmërisë. Po dojna me bëma shumë si kauz që mi tregu që na jemi për juve, edhe jena normalisht krahu juaj, edhe seher që ka probleme një grua, jemi na ato që i mbrojmë, ju ndihmojmë normalisht. Stafi strehimorës së Prishtinës veç se shesin punimet e dorës të realizuara në Gjergjef nga të mbjetuarat e dhunës në familje, ato edhe i informojnë qytetarët se çka nënkupton dhunë në familje dhe se dhuna në familje është krim jo arsyetim. Ka aktivitetet ndryshme dhe njëri prej aktiviteteve është ky, nëse veç shprehin dëshirën, punojmë bashkë me përfituesit. Normalisht secila prej këtyre ka një mesazh, secila thot diçka mas këtij punimi, po ka një lule që ka simbolizu ato çka ajo ndjen, kemi edhe çanta të ndryshme që kanë shpreh dëshirën edhe këto për me i bë viktimët. Aldona Kurtolli u bën thirrje qytetarëve që të mbështesin këtë nismë me vlerë, duke bler këto punime unike të krijuara nga gra të guximshme që i thanë stop dhunës në familje. Shumë mirë që po ka edhe qytetarë që po afrohen, nashta edhe veç mu interesu edhe po bilen kur pedi nashta qëllimi i cili është për
mi ju ndihmu përfituesve. Për shembull qoftë për qira, qoftë për kopsht për fëmijë, qoftë për veshmbathje, ushqim, në mënyrë që me pas edhe ato me ditë që e kanë dikon mbrapa aty në. Qendra për mbrojtjen e grave dhe fëmijëve synon eliminimin e të gjitha formave të dhunës dhe diskriminimit ndaj grave dhe fëmijëve, ndërsa këto punime janë zë i forcës, shpresës dhe qëndrueshmërisë së grave që po ndërtojnë një të ardhme më të sigurt për vete dhe fëmijët e tyre, tha Aldona Kurtolli nga Strehimorja në Prishtinë. Janë një pikë nashta më të keqe, edhe kur vinë ato mundohemi që mos me ilan me kujtu shumë atë pjesën e keqe. Normalisht që ato flasin edhe me psikologën e kanë këtë pjesën që e trajtojnë, po që anën e mirë mundohemi me nxjerr me këto punime. Sipas Aldona Kurtollit, gratë që i kanë mbijetuar dhunës në familje janë të vendosura që të ndërtojnë një jetë të re për vete dhe fëmijët e tyre. Faleminderit, e uroj që të keni sa më pak raste, ndërsa gjitha ato nëna dhe fëmijë që kanë nevojë për ndihmën e shoqërisë, atëherë mos hezitoni, ndihmoni. Kjo është vetëm pak që mund të bëjmë ne për to. Këto punime të bukura janë unike sepse bartin në vete histori të rezistencës dhe rimëkëmbjes.